Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Autoritetet në Gostivar shpallin epidemi teksa vijon të mbetit I lartë numri qytetarëve me probleme gastrointestinale. Çdo ditë vijon raportohet për rreth 250 deri në 300 raste të reja. Pacientët paraqesin simptoma si diare të vjella dhe dehidratim, ndërsa në disa raste dhe temperaturë. Ministri I Shëndetësisë I Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, tha se është ende herët për të nxjerrë përfundime dhe se pritet rezultatet të analizave laboratorike. Qeveria njofton se ka siguruar 50.000 litra ujë të amballazhuar në ditë për banorët, ndërsa mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit nga ujësielësi I qytetit për pije dhe përgatitje ushqimi. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje të rregullores duke cënuar legjitimitetin e procesit ligjvënës. Nga BDI thonë se qyteti I Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimi ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BDI-s, Shkupi është qytet dygjuhësh dhe institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnullah Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në krye të institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë prioriteti I mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin. Mënyra jone e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe bestimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo në kupton që gjatë punës tonë të zhvillojmë time më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit me theks veçantë, korrupsion në nivelit të lartë, krimi të organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit. Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësinë në ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plotë për punën e tyre. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Ministri I Infrastrukturës dhe Energjisë I Shqipërisë, Enea Karakaçi, gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet I njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë. Në vitin 2025 në port Durrësit janë përpunuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikëmëri gjithë planet të masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtoria e përgjithshme qytetare e kanë marrë, pasi detyra jonë Liburn është të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vinë nga larg. Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori I portit të Durrësit Liburn Aliu. Ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës. I bie dyfishim edhe I personelit të cilët merren, I kemi rreth 30 pika, të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, ndërsa 20 janë tek automjetet jashtë. Po ashtu janë marrë masat gjithë tjerë për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit po procesohet gjithçka në mënyrë shumë të shpejtë dhe të rregullt. Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi I planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Pas paraqitjes në ambientet e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat ndaj institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një vit I mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba. Arka dhe thas dhe arka plot dhe për plot narko-euro. Me një fjalë, institucioni ishte tërësisht I pushtuar nga paratë e drogës. Prandaj dhe prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e 2 apo 3 zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.